Nëpërmjet miqësisë me Linda Ramën, Eni Vasili u bë drejtoreshe e RTS-s, antare e bordit të Instat, dhe ka përfituar reklama mediatike e projekte financiare nga qeveria në emër të firmës së saj, Open Media and Marketing Consulting SHPK, ndërsa i vëllai Redi Vasili është emëruar shef sektori i hetimit tatimor në drejtorinë e përgjithshme të tatimeve. Vetëm 6 muaj para se të emërohej drejtoreshe e RTS-s, Eni Vasili filloi biznesin e ndërtimeve turistike në Bregdetin e Imarës, maskuar pas emrit të vëllait hetues tatimor Redi Vasili, paçka se ai nuk figuron i regjistruar si subjekt biznesi në qendrën kombëtare të biznesit. Me vendim numër 21 datë 20 nëntor 2024 të Këshillit Kombëtar të Territorit, firmosur nga kryeministri Edi Rama, vëllai të Eni Vasilit ju dha leja e ndërtimit për kompleksin rezidencial Jala Retreat në Jalë të Imarës, bashkë me shtetasit Admir Dida e Blerina Mustafaraj dhe ndërtuese kompania Dional SHPK. Sipas vendimit të lejes së ndërtimit, projekti i këtij kompleksi rezidencial është me vila 2 kate mbi tokë, 1 kat pjesërisht nën tokë dhe me pishina e mur rrethues, me shesh ndërtimi 4800 m2 pranë plazhit të Jalës në Imar. Në vendimin që ka firmosur kryeministri Edi Rama për lejen e zhvillimit dhe ndërtimit të kompleksit rezidencial Jala Retreat, nuk deklarohet vlera dhe burimi i financimit nga vllai Eni Vasilit me 2 bashkëinvestuesit e tij, nga cilat burime i kanë siguruar parat për ndërtimin e kompleksit me vila e pishina në Jalë, sepse ato nuk ndërtohen dhe nuk mobilohen dot me pagën e Redi Vasilit si zyrtar tatimesh dhe as me pagën e Eni Vasilit si moderatore prej një viti drejtoreshe radio televizionit shqiptar. Madje nuk ka mundësi që financimet i siguroj as nëpërmjet firmës Open Media and Marketing Consulting të Eni Vasilit, sepse këtë biznes e ka filluar më 18 qershor 2024 dhe e ka me kapital 100.000 lekë pa deklaruar aktivitet financiar në tatime.